Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ju bekoft, e ju lumturoft, e ju lartësoft, e ju dasht fort, e ju nderoft. Jemi elhamdulillah në këtë ditë të radhës të agjimit, që është dita e 9 e Ramazanit. Goxha elhamdulillah pjesë dhe një goxha kohë që ka kaluar nga Ramazani. Elhamdulillah ne jemi domethënë këtu në Mekë, edhe kemi ardhur masi kemi falë sabahun në Shabe, dhe jemi këtu bashkë me ju për të parë pyetjet që mund të kenë vëllezërit ose motrat, po edhe ne batut do ta bëjmë inshallah taala, dhe në diskutim interesant do ta bëjmë. Lut Zotin që të na fali edhe të na mëshirojë të gjithëve pa përjashtim. Wa alaikum selam për të gjithë ata që na japin selam. Allah është shpërbleft. Wa alaikum selam Dibra. Wa alaikum selam nga Tirana, Zoti rujt. Allahu na jap dyert e xhenetit. Amin. Sot është dhe ditë xhuma, mos harroni që është xhuma sot, duhet shkoni për xhami sot, sepse është ditë xumaje. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë, dita më e mirë e muslimanit në këtë botë është dita e xhuma, dhe dita më e mirë e Zotit është dita e xhuma. Po është thot, kam provuar ushqimin 2 minuta para se të më çel pa dashje. Ka problem? Nuk ka problem, inshallahu taala. Selam nga Mali Sheva, wa alaikum selam wa rahmatullah. A mund ta fryj vet ujin? Po. Mund ta frysh vet ujin, pra nuk është kusht patjetër ta fryj hoxha. Selam aleikum nga Ohridi, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Gjakova, dhe të prestot në restoran Begi Natural, inshallahu taala, me shpresë Allahu. Selamet tona thot nga Shkupi, mashallah, nga Shkupi i Iliriadës, Allahu ju rrit. Nga Italia dhe bëj dua për kamionistat. Zoti ju rrit, o kamionista e nderoft, e Zoti ju fteft mirë e me shnet në familjet tuaja. Nga Shkodra, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Kanadaja, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga Saranda, Allahu ju rrit e ju nderoft, o vëllezër tan nga Saranda, Zoti ju dasht fort. Nga Gjermania, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam thot nga Dine Hoxha, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Astiri, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Po na dalin vetëm selame, nuk po na dalin pyetjet. Kur harron duan e kunutit, si të veprojmë, s'ka asgjë sepse është sunet. Dhe harrimi i një suneti nuk përbën asnjë lloj problemi për sa i përket namazit. Unë e fal drekën në punë. A bën që ta fal me këpucë? Po. Madje është e preferuar dhe e pëlqyer. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, faluni në këpucë, në sandale, në shapka, që mos përngjasoni me ata të cilët falen vetëm zbathur. Vazhdojmë. Amin, gjithë dhe bashkë. Alhamdulillah. Në çfarë selam aleikum, në çfarë koha sabahu? Se kuptoj këtë pyetje. Prishtina, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Sejgeni, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Drenica, Allahu i rujt. Unë isha 3 ditë i smur dhe nuk mund të më agjërua. Ka problem? Jo, i agjëron më vonë këto ditë. Dje sot që nuk agjëroj, sepse nuk ndihem mirë nga stresi dhe me bie tensione. Mund të agjëroj këto ditë më mrapa, po agjëro më mrapa. Nga stresi nuk bën që mos të agjërosh, amon, qofse ke probleme me tensionin, po. A lejohet gruaja që të falet pa çorapa, pa do më thonë dath do më thonë zbathur? Lejohet nëse këmbët e saj mbulohen nga fundi ose nga fustani, ose nëse nuk ka. Argumenti pse lejohet është se
ne e dim shumë mirë që sahabijatët nuk kanë pas gjitha çarape. Duke qenë se s'kan pas gjitha çarape, do të thotë që pejgamberi sa nuk ka bërë obligim femrave veshjen e çarapeve. Unë jetoj në Itali dhe shkoj në Shqipëri për vizitë dhe atje jetoj tek shtëpia e vjerrit. A duhet të shkurtoj namazet? Po, i shkurton, ndërsa bashkimi është me dëshirë. Nga Kavaja dhe Vlora, aleikum selam rahmetullah. Nga Klosi, Firenze, aleikum selam rahmetullah. Si ta luftojmë stresin dhe s'di çfarë fol ndonjëherë dhe fol me vetin ndonjëherë. Mënyra më e thjeshtë, më e kollajshme për ta luftuar stresin janë dy gjëra. Namaz natë 1 orë natë për natë, edhe dush më ujë të ftohtë kur fillojnë me të ardhë menimet. 1 dush më ujë të ftohtë komplet, edhe 2 rekat namaz. Me i bo analizat a prishet Ramazani, nuk prishet Ramazani. Selam nga Mitrovica, aleikum selam rahmetullah. A falet jacia në qofë se s'kem mundësi në imsak, pra mund ta falësh jacin deri në kohën e imsakut, mund ta falësh, po në qofë se si ke mundësi. Jam nga Mirdita, çfarë duhet bëj që më u bë musliman? Duhet thush la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Nuk ka Zot të vërtet dhe që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është rob i Zotit, pra njeri dhe i dërguar i Zotit, dhe besimi se Isa alayhi salatu wassalam ishte pejgamber, profet i Zotit, misioni i cilit u përmbush me ardhin e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Këtë mund ta thush edhe me veten tate, mund ta përsërisësh me mua tani, edhe me deklarimin e kredos, pra formulës së hyrjes në Islam, bëhesh musliman. Zoti të rrit. Allahu ta pranoft. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Unë pash një përgjinjëstrim që ai kishte bërë, pra Don Shanzefi kishte bërë një përgjinjëstrim për atë lajmin e parë, por ai përgjinjëstrimi nuk kishte asgjë që ky të deklaroj të kundërtën e asaj deklarate. Thjesht filozofonte dhe nuk sillte asgjë që të bjeri ndesh me atë deklaratë që shton për të. Kështu që unë jam i prirur ta besoj dhe këtë të dytën. Ose të dali ky ta përgjinjëstroj. Aleikum selam, rahmetullah nga Ulmi, nga Kërçova, Zoti i rujt. Çfarë mendimi ke për gjuromin e gjakut? Unë nuk e di çfarë është gjuromi i gjakut. Ma shpjegoni që t'jap përgjigje. Kur haron të bësh njetën për agjirim, a pranohet agjirimi? Vetdia jote se do agjërosh gjithë Ramazanin, qysh nga nata e parë, mjafton. Ama nëse e bën çdo natë është më mirë dhe më sigurt. Nëse ndonjëherë harron, vetdia jote mas thirrjes së ezanit të akşamit, se nesër do ta agjërosh, ky është njeti. Përshëndetje gjithëve nga Kanadaja, Zoti i rujt. Nuk mundën të fal namazin se janë punë, nuk na lejojnë të falemi në punë. Mundohuni që të gjeni zgjidhje ose ndroni punë. A kam gjyna në syfyr, thuja vetëm terapit po i pi. Se kuptova. Ne në Durrës e mbyllim në kalendar plus 2 minuta, si thuhet kalendar. Tamam, jeni shumë mirë, jeni okej. Stuttgarti, aleikum selam, rahmetullah. A kam gjyna ta prish fejesën me një djalë se po mdel si qafir? Lejohet, nëse nuk ka dalë tek fjalët që ka thënë, lejohet. Qika, pra goca është shruj gjysore mas së fyrit, tha, a bën me pi do uj, 12 vjet i ka, po agjeron. I thash, bën, a mos kam hyrë gjyna. Hajë, inshallah, mos e përsërit herë tjetër këtë llogje. Vakti më u fal, thot, o hojgjë,
Orë hojq, unë jam Mekre e kam falë, tuk e ne e kalin djeli. A mund bëjmë dua kur jemi me cikël? Po. Selam nga Prizreni, wa alaikum selam wa rahmatullah. Selam nga Pez Helmasi, wa alaikum selam wa rahmatullah, nga Düsseldorfi, wa alaikum selam wa rahmatullah. A kemi obligim me urujt prej fëmijëve tanë, kur janë pak në moshë më të rritme, çifti bashkëshortora duhet me urujt, kur dojna në i sen me ba, pa tjetër që duhet më urujt, me vu Chelsin. Pa tjetër duhet më urujt, me vu Chelsin ke dera. Namazin e natës, kur e falin një orë si ta falë 2 rekat. Se kuptova pyetjen, Italia, wa alaikum selam. Wa alaikum selam wa rahmatullah. Një blokim për këtë zotnin që ka ofenduar shokun e tij në koment. Nga Konispoli, punoj pëqyri pleq, a është haram? Jo, inshallah se vap është. Allah është shërblet. Burri im nuk beson dhe unë po bëjt pa mundur që të fal aq sa namazë mundem, a lejohet se unë falem brenda kohës, por pak më vonesë. E rëndësishme mos dali koha e namazit, nuk ka problem. A është mirë ta dëgjoj hoxhën në fjalimin e tij, por nuk e kuptoj apo bëj mirë. Shumë mirë po bën inshallah taala. Tek xhamia jon e falin teravin 20 rekat, nëse e falin 8 rekata, merret se vapi i plot, jo, duhet ta falni sa që fal imami. Selam nga Nurembergu. Nga Durrësi, amin dhe juve, Zoti shpërblet. A pranot agjërimin nëse harroj të bëj niyetin, e tham pak më lart. Gjykimi mbi dhurimin e gjakut. Dhurimin e gjakut bëheni mbas iftarit. Jam e re në namaz si shkurtohen namazet. Pra kur je në udhtim, e fal drekën 2 rekat, i kindin 2 rekat. Akshamin siç është, ndërsa yatsia 2 rekat. A prishit agjërimin nëse hap pak tashi, se su çopa për syfyr? S'ka dyshim që prishet. Si është ajeti nëse agjëroj 6 ditë pas Ramazanit? Nuk ka ajet, po ka hadith. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, cili do që e agjëron Ramazanin dhe e shoqëron me 6 ditë nga muaji pasues, është njësoj si kur të ketë agjëruar gjithë vitin. A është e vërtet se hexhuxhet dhe mexhuxhet do dalin një ditë? Jo hexhuxhet, po jexhuxh. Jexhuxhet dhe mexhuxhet. Po, është peshëja të mëdha të kiametit. Sa e falni ju teravin tek xhamia juaj? 10 e kemi fal 13, këtë vit e falim 11. I falit teravit në xhamit arabe në Mall House, por këto xhami e falin 8 rekat, mas farzit dhe 3 rekate vitër. Mashallah, Zoti shpërbleft. A mund të falin kaza namazet e gjitha pasi kam dëgjuar se nuk është mirë? Jo. Vetëm se nëse ndodh një herë rrallë, po që tjetë rregull i përhershëm dhe i përditshëm, jo. A lejohet që dal imam një person që del për imam dhe ai nuk flet për shumë persona? Hajr inshallah. Nga Shkupi, ju alaikum selam. Sa s'mund të shëron uji Zemzem? Nuk ka shifër të caktuar, po bëhet dua që Zoti më shëro personin që ka problem. Selam aleikum, selam thot nga Gerlasko, aleikum selam. Gjermania, aleikum selam, nga Torino. Nga Torino, 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 aleikum selam, nga Torino. Nga
Namazi natë falet 4 apo 8 8 Nga Karolina, wa alaikum salam wa rahmatullah. Unë e kam hap iftarin gjithmonë kur këndon hoxha tek News 24, në rregull je, sepse ato kanë ecin me kalendarin. Nga Gjermania thot, jemi kur është nata e 4-rit. Ato e din Allahu, po kërkoje natë 27 Ramazanit. Unë nuk nuk më hahet ushqimi thot. Nuk më hahet ushqimi në kohën e së fyrit, a kam gjuna? Marr vetëm ilaçet, nuk ke gjuna, janë rregull. Gratë me cikla mund të lexojnë Kur'an, ka 2 mendime. Po japim njëri këtu një blog online direkt. Si është koha? Mirë është koha, po anë nga ju si është. Kam një mbi që i bjet fik dhe nxjihet, a mundesh me na dhënë një këshill? Vallai si fillim duhet me vizitu. Pastaj me e çu për knim diku. Po vizitoj një herë me pa çfarë thot mjekësia për të. Zotin thot lutesh për ne atje, inshallah taala. Jam shtatzën në muajin e 9 duke agjëruar prish nesën, përderisa nuk cill shqetësime, s'ka problem. Bëj në i dua për ne beqarët, o Allah, martoj beqarët, ja Rabbel Alemin, amin. Allahu selam nga Deçanu, aleikum selam wa A e prish agjërimi nëse vjedhin njerëzit? Po pse agjëron ai kur vjedh? Kam kalendar të Durrësit që thoshte se fyri 4 mirë po përpash mesazh të grupi që jemi në disa motra muslimane, thoshte sot së fyri ka kohë nga 4:44 e rëndësishme, përmbajuni kalendarit edhe dilni nga stresi. Sa rekate ka teravijas, faleni aq sa që fal imami. Bostoni, aleikum selam wa rahmatullah, ke selam nga nana ime. Selam thot nga Boston i USA, aleikum selam wa rahmatullah. Qofse ke ba servisesh dhe në fund dhe përsëri e ngrit në këmbë. A ka nevojë për servisesh dhe tjetër, pra ka marru punë, ka dash më uçu prap. Po duhet me bo prap servisesh dhe. A lejohet bësh umra për një tjetër? Po, lejohet. A mund të fal namaz me vjerën në dhomë dhe të marrë dhe kunatën me kamër të falet? Dhe ajo kur unë jam duke i kënduar suret? Jo. Me vjerën Allah të shpërblet, dërsa kunata s'mund falet me kamër, po duhet me mësu, ose me i çu një link. Ta çojnë këtë linkun dhe s'ke nevojë që t'i mësoj me ta çova linkun. Okej. A e prish agjërimin? A mund t'japim zekatin familjarëve? Familjarëve që vinë nga origjina, pra babës, nonës, gjyshit, gjyshes, nuk mundesh. Fëmijëve dhe fëmijëve të fëmijëve nuk mundesh, se i ke për obligim. Ja jep të tjerëve, po lejohet. Ka mundës thot me hëngrë dhe mos me prish Ramazanin. E kemi dhënë një përgjigje për këtë, po dikush e kishte marrë shumë seriozisht, kishte bërë analizë. Thash na ka gjetë me këta njerëz as shakan se kuptojnë. Faktikisht ai person nuk e di shumë një që ka kuptuar shakan, po thjesht ka dash të bëj lajm edhe të sulmoj indirekt Islamin nëpërmjet asaj videoje.
A mund të falin mas about 20 minuta mbas imsakut? Pa dyshim. Selam nga Kroacia, aleikum selam tullah. A pranot agjërimin nëse njeriu vjet gjatë agjërimit, po Zoti thotë që t'jeni të devotshëm. O i që keni besuar është bërë obligim agjërimi që të arrini devotshmërinë. Nuk tha që të arrini maskarallikun. Ne që nuk agjerojmë, çfarë mund të bëjmë që të na quhet? Agjeroni më vonë, inshallah. Agjeroni më vonë. Jam i smur me cikël, por prap po e mbaj Ramazanin. Në kohën e ciklit nuk lejohet madh Ramazani. Nuk quhet Ramazani në kohën e ciklit. Femrat muslimanët të cilat janë me cikël me periodat mujore, nuk ju lejohet që ta agjerojnë. A pranohet agjerimi nëse e tha Nusja e Kuinto është e besimit katolik Ramazanin po agjeron. Mashallah, Zoti e shpërbleft. A mund të japim zekatin familjarëve? Po, nëse janë nevojtar. Nëse ka më të duket në namaz pa çorape, apriset namazi, jo. Selam nga Zvicra, aleikum selam. Selam nga Austria, aleikum selam. Pra edhe herë, nëse ka më duket namaz, pa çorapa, prishet namazi, jo. Kur është orari xhumas sot? Në Shqipëri është në orën 12. Selam nga Zvicra, aleikum selam. Selam nga Austria, aleikum selam. Xhepi i vogël, Allahu turit, në Amerikë besoj. Allahu dasht. Nëse ke bërë një të agjeru ditë në Ramazanit në Gjermani dhe ke udhëtuar për në Kosovë, si duhet ta çelim me orarin e Kosovës? Amin. Nga Vjena, aleikum selam, rahmetullah. Jetoj në Itali dhe agjeroj syfirin e mbyll në orën 4. Duhet me pa kohore në Italis, po në 4 jenë në rregull. A duhet më majt Ramazani kur jemi me cikël? Jo, nuk lejohet, është gjuna i madh. Gjashtë rekate namaz natë tani ti the 8, unë nuk e dija, s'ka problem, je okay. A bon mu fal para burrit qofsa ai nuk din? Jo, anësh. Umre e para, lejo të shkosh me grupin e agjencisë pa babën offline? Po, lejohet. A mund t'i falim teravit në shtëpi? Po. Allahu i rrit. A bon mu fal para burrit e tham? Amin. Imsakun e kam pas gabim, a prish punë që e kam pasur me 6 minuta minus? Hajë, inshallah, që ka kalu. Gjenova, Italis, aleikum selam. Sa kushton një umre me bab për një të vdekur? Varet se nga e bon umre. Nëse e bon nga Shqipëria, bon më shtret. Nëse e bon një student këtu, mbyllet më lehtë.
A mund të japim zakatin e familjarëve dhe është detyrim me dhënë në Ramazan? Dhe a mund të japim zakatin e familjarëve? Mund të jepet, po jo babës, nonës, gjyshit, gjyshes, as fëmijëve. Të familjarëve tjerë lejohet. Me ka ndru jetë babaja bën që t'i falë 2 rekat namaz për shpirtin e babës. Jo, nuk ka argument. A lejohet me kry obligimin e haxhit për dikën tjetër, pa shku vetë? Jo. Do ta bësh një herë vetë, pastaj ta bësh për dikën tjetër. A bën që të falim namaz natën mbasi të kryet koha e syfyrit? Jo, e quhet namaz dite. Më ka ndru jetë një më ka vdek një qik muin gjatë lindjes, para po tash më shtatë zan, e kam qik më ka ngomësu Zotë se vlatë, si mund të falenderoj për duan që ka pranu. Falë namaz rregullisht, si të bëjmë njëtë 4 rekate para e këndis, si sunetet e këndis. Nuse që unë është e besimit katolike, por po agjeron Ramazanin, mashallah, të barakallah. A bon mu falë pa burë qofë se ti mu falë, e thamë, këtë falu anësh. Në Franca, prishet e gjimi, nga lakështia e gojës nëse e kalojnë poshtë, jo. A bëjmë gjuna nëse rrim deri për syfyr dhe pasaj nuk na del gjumi për xhuma, s'ka dyshim. Kur handaja thot nga gruaja e prish agjërimin, i ore nuk prishet. Selam nga Manchester, respekt për ty dhe për Allahu i rujt, Zotë ju në roft, Allahu i shpërblet vëlla. Zotë ju dhon sukses. Selam aleikum nga Manchester, thot respekt për ty orë, thot një personisht nga vitit 2003, kam qenë dhe nëzënë se atë, Allahu të rritë Habib. Nëse jemi me imam dhe ka bëjmë gjatë namazat, bëjmë se visesh dhe jo, nëse është gabuar në vaxhibatet e namazit, apo në synetet e namazit. Nëse është gabuar në shtyllat e namazit, atëherë po, do të ndjekësh imamin. Selam nga Gjilani, selam. Selam nga Mëniu, aleikum selam. Nga Hamburg, aleikum selam. Kam bërë disa analizë sot për duat atëja prishet e gjërimi, që jam duke i bërë. Nëse shkon dhe e prish, po. Hatë diçka se pi diçka, po. Po unë mendoj mos forcu. Nëse është e nevojshme me e prishe. Selam nga Milano, nga Nurembergu, aleikum selam. Nuremberg, aleikum selam. Sërën Kefa mund të lexojmë në gjuhën shqipe, mund të lexosh, por se vapi është kur lexon në gjuhën origjinale. Kur në kohë që ta hapim zakatin një herë mirë. Me e dhonë në një datë që me e majtë men, zakonisht njerëzit e kanë pas dhonë ose para Ramazanit ose mrapa. Që me e majtë men. Pra njerëzit e kanë pas dhonë zakonisht zakatin në muajin Shaban. Ka qenë quajtur tek parët tanë muaj Shaban, pra muaj që është para Ramazanit, ka qenë quajtur shehru zakat, muaji zakatit.
Ne që jemi ndurë, sa mund të bazohemi tek thirrja e azanit në televizor për hyrjen e namazit, për hyrjen e kohës, po. Selam nga Gjermania, aleikum selam wa rahmatullah. Hosh pa kameramani nuk shkon, mos në rëndo, Allah ju rritë. Zbën të falë shëtësi dhe të ravit në imsak. A është gjyna që e prisha gjimi isha me 39 temperaturë? Jo, inshallah. A pranohet e gjimi që u shqif 4 muaj? Pranohet nësa arrin të mbajsh. Se ke problemin të mbajsh. Sa për gatohë në nëse fyrën dhe punoj sa mundem me agjeru. Edhe e që thot? Gatohë në nëse fyrën dhe unë punoj e së mundem me agjeru. Po punoj dhe 10 orë të tjera. A marrë se vap me një mu? A është gjyna prisha gjimi si shumë temperaturë serum? Santa Sofia, Itali, orim selam. Vargjë që shqif 4 muajsh, qofë se nuk të cilë komplikacione, okej, po ashtu agjeroj më vonë. Unë punoj, po s'mundë me agjeru, se punoj 10 orë në ditë. Duhet pa tjetër që të mosh abdes vlla. Me abdes edhe këteu aty ku ishim. Selam, rahmatullah. Mashallah, Allahu e pas pranu. A e bot mirë se më zhut për gjumin, isha gati me më zonë gjumi, vallaj. Am pranuar të gjimi që u shqif 4 muaj, po, tham, nëse arrin ta mbajsh. Sa bëj gatova nënës së fyrën dhe punoj së mundem me agjeru se punoj 10 orë në ditë. A marrë në i se vap me një mundë një familje nevoj, mundohu të agjerosh, valla, mundohu të agjerosh. Nëse sa arrin do të ta mbajsh, prishe. Mundohu të agjerosh. A merë se va babajmë që bënë së ndërmjetës për nevojtar për dhënë sadakas nga në ime. Po, inshallah, merë. Nëse jap kritika burit, se s'merë avdes mirë, edhe si bon mirë duata. Bëj gjuna, jo, shumë mirë, ke se vap, Allah shumë leftë. A mund të lexoj një femër muslimane Kur'an pa shami? Po. Nësa ora i bën 1/3 e natës, llogarite o Leonard nga akshamin sabah pjesëtim për 3. A lejohet me lexu Kur'an në shqip nëse jemi me cikël? Po. A mund të mbajmë agjerim edhe pse s'falim namaz? Po. A mund të hajmë ose të pim 7 minuta mbas kalendarit? Jo. Kam dëshirë thot me puth qaben. A mund ta puth ndonjëherë kur del në televizor? Hajë, shala, s'ka nevoj, nuk ka nevoj të puthet qabja. A bën me lexu Kur'an në shqip kur jemi cikël? Tham, po. Jetojmë në Itali dhe këtu kalendari është ndryshe nga lingua që
Kemi për faljen. Ja ta çojmë tani kalendarit. Ta çova. Se pas sunetit sa është limiti kohor për ta shtyrë syfyrin. Ta shtysh deri tek orari, i në rregull. Nuk ka gjë do të se jam me fëmijë. A pranon lutjet? Po, inshallah. A keni ndonjë menu speciale për syfyr, thotë se këto që po na nuk po na majnë stomakun, vdiqem nga uria. Hurmat. Aleikum selam wa rahmatullah. Aleikum selam Ergi. A lejo ta lexojmë Kur'anin shqip kur jemi cikël e tham? Po. Nëse gjë Kur'an në arabisht dhe unë edhe nëse gjë Kur'an në arabisht ndërsa unë e përcjell shqip. Okej, mirë është. A është gjëna më u bo nervoz në Ramazan? Po. A lejo që të falësh direkt pas imsakut, më mirë është me prit 20 minuta. Kam disa analiza për të bëpa, më prisha të gjërimi, jo. Kur të del gjumi, pa dashje me vonesë. S'ka asgjë hajër, inshallah, nuk ka problem. A lejohet me të punë? Jo, se jemi live. 1-0. Nga Gjermania, Allah i rujtë Zotin e roftë. Allahu ju rujtë. Na le pa sabah, thot, falen e vlla sabahun. Ç'pun kemi ne me muj, o birë. Unë e kam falë sabahun, se në Mekë. Ne kemi falë sabahun. Jemi këtej. Areota gjërën, thot, fansat e Interit, pa dyshim që po. Edhe ta përcjellin mbi të Ramazanin me 6 ditë. Bostivari, aleikum selam wa rahmatullah. Më dhem zemra, thot, gjatë agjërimit çdo ditë. Çka duhet me vepru? Shko vizitohu ke doktori. Aleikum selam wa rahmatullah. Po du me mjell flokët. A është gjyna? Jo, more, nuk është gjyna, lejohet. A bon me lezu Kur'anin shqip, ku e me cikër, po e tham, po. Ku e lanë dhëmbë të aprishet agjërimi, jo, nga Stuttgarti, aleikum selam, nga Durrësi, aleikum selam. Nga Frankfurti, pas 4 ditë shkoj në Amerikë, bie 6 orë më shumë agjërim, a quhet? Po, inshallah. Selam, thot, nga Llapi legjendar, aleikum selam wa rahmatullah. A lejo që mos ta agjërim kur kemi provim? Jo, duhet më agjëru. Mirë, vëllezër, them që mjaftohemi me kaq.
Nëse kemi harru të falim jatsin dhe falim të nesërmen, okej. Do të me falë kur të kujtohesh. Allah i shroft smurët. Amin. Po në një pyetje thot po s'na e përgjigj, s'ka dalë për Zotin. Unë kur t'i bëj analizat duhet të jem esëll, dhe prisha ta gjejmë nëse unë nuk kam grënë për së fyr, ja. Me cilin agjencion jeni, me Medina, unë me Medina Travel. Nëse harrojmë ta falim namazin e atësit dhe kujtoheni të nesërmen, kur do që të kujtohesh duhet ta falësh. Selamun rahmetullah. Në moment që kam shruar Fatihan dhe për Allahun, a mund të me bo namaz falu, s'ka se problem. Do të shoj kalendarin, ti që pyet për kohën namaz, do të shoj kalendarin. Ta solla kalendarin. Allahu, selam wa zilanu wa selam. Franca. Si ka mundësi që këtë vit do të festohet Bajrami sa ditë para, sa ditë mbrapa, jo gjithë me ditë do ta kenë. Jam me diabet e kam sheqerin 27. Pyet mjekun specialist, nuk di gjë. Wa alaikum salam. Allahu ju, Zoti ju nderoft edhe ju shpërbleft me xhenet. Ja dhe një blog këtu, live. A lejo që mos me agjëru kur ke provim, edhe këtë ditë me e kom besu më vonë, ja. Boca ime televiziore agjiron deri në orën 1, pastaj një prishën dhe shashuni 12 vjeç. E agjiron këtë ditën. A hynë gjinof që fëmijët agjirojnë? Jo, inshallah, nuk hynë gjina. Në dha rrët. Ose të ditë që agjiroj kam një si dhimbje zemre, shko vizitohu tek mjeku specialist. A mund të quhet khatme nëse të gjej Kur'anin me kufje? Po, inshallah. Qofse të merr gjumi, thot çfarë më bë, rasti e gjumit. Kam pi ujë 1 minutë mbas kohës, është gjuna, kujdes herë tjetër.
Ajo t'i ngrejmë duart pas se me thonë selam, jo, s'ka argument. Nga Florida, aleikum selam. Allah të begatoft. Merret e ky që bëra komentin më lart. Kur udhtojmë vend lindje, me çfarë orari ta çelim? E çelim me orarin e vendit ku na zën iftari. Here. A është se vap të aftoj burrin për së fyrë se e qëllë gjdo natë në xhami? Po, inshallah, aftoje. Ja dhe një blok këtij personit këtu. Iku dhe ky. Nëse e mbyllim syfyrin para orarit, a ka problem? Nuk ka asnjë problemi. A prishet agjërimi nëse nuk haj syfyr për shkak të analizave? Nuk prishet. Ama çon kalendarin merret tek komenti që kam bërë lart. Lutu për ata që vujnë nga bota e xhinëve, Allahu i shëroft dhe i pastroft. Amin. Të lutëm më kthe përgjigjen, po akoma s'kam pa pyetjen. Jam djali i vllaut Sabit Muljaku nga Suedia Malmer. Selam ورحمة. Selam nga Andorra La Vella. Selam. Ja dhe njonit këtu. A mund të lexojmë surën El Kehf nga telefoni? Po. A mund të hajmë syfyr 11 natës dhe flejmë? Po. Bambergu i Gjermanisë, aleikum selam. A lejohet ngritja e duarve para se të japim selam? Jo. Kam pyetur 1 minutë mbas kohës. Mos e përsërit herë tjetër. Përshëndetje nga Amerika, nga Gjermania, përshëndetje juve. Aleikum selam. Nga Amsterdam, aleikum selam. I fal farzët, fal sunetet, farzët në shtëpia bon. Po bon inshallah. Bëj dua thot për vajzën time, Allahu shëroft. Mirë, inshallah mjaftohemi me kaq sepse po shoh pyetje që përsëriten. Allahu ju rujt, Allahu ju dasht, Zoti ju nderoft, e ju lartësoft, e ju pranoft agjërimin. Edhe kujdes. A du dhe gratë me shkun për të ravi në xhami? Lejohet. Pyetja është, a mund të lexoj Kur'anin në arabisht për duke dëgjuar me kufje? Po e kam i thonë pra përgjigjen 7 herë deri tani.
lejohet që me bo hatme me gjim. Hajde Allah ju rrit. Selam aleikum, aleikum selam, rahmetullahi, u barakat.